një punëtori që ka ndodhur atje. Përshëndetje Florieta. Po, përshëndetje për një në studio dhe gjithë shkuesit e të dhënjat. Herë në ndodhemi në vend punishte ku ka ndodhur pra gjatë ditës së djeshme rasti tragjik ku një punëtor pas rrëzimit në këtë vend punishte ka humbur jetën. I njëjti fillimisht ishte dërguar në Spitalin Rajonal të Prizrenit për të marrë tretman mjekësor, e që më pas ishte dërguar edhe në ÇKUK në Prishtinë, po i njëjti nuk i bjetoi plagëve të marra. Lidhur me këtë rast, policia ka arrestuar pronarin e kompanisë ndërtuese, e cili më pas intervistimit nga ana e prokurorit të shtetit është dërguar në ndalim prej 48 orësh. Ai dyshohet pra Ai është pra në këtë mas të ndalimit prej 48 orë për si dyshuar për veprën penale, asgjësim, dëmtim apo heqje të pajisjeve dhe rrezikim në vendin e punës. Mirë po kjo vend punishte këtu në Prizren nuk është e panjohur për inspektoratin e punës, për shkak se që nga muaji gusht kjo vend punishte ishte inspektuar nga inspektorati i punës, i cili pra në muajin gusht në kuadër të një aksioni të organizuar në rajonin e Prizrenit në sektorin e ndërtimtarisë ishte shqiptuar gjob dhe ishte marrë masa e ndalimit të përkohshëm të zhvillimeve të punimeve në këtë vend punishte për shkak të mos respektimit të ligjit të punës dhe sigurisë në vendin e punës. Më pas inspektorati i punës një muaj më vonë, pra në muajin shtator të këtij viti, kishte rinspektuar këtë vend punishte duke parë nëse është duke u zbatuar pra masa e shqiptuar në muajin gusht, e njëjta nuk ishte duke u zbatuar pra siç është nga inspektorati i punës, me që rast është zgjobitur sërish kjo kompani dhe është marrë sërish vendim pra që të pezullohen punimet në këtë vend punishte. Së fundi, kjo vend punishte ishte inspektuar sërish pra këtë muaj, më 13 tetor të këtij muaji, ku prap nga ana e inspektoratit të punës është parë se vendimi as i muajit shtator as i muajit gusht nuk ishte duke u zbatuar nga ana e kësaj kompanie, duke shqiptuar sërish gjob për kompaninë ndërtuese dhe duke marrë sërish vendim që punimet në këtë zonë të mos vazhdojnë pra. Mirë po siç duket nuk është zbatuar as vendimi i muajit tetor i këtij viti, pasi që pra vetëm dje ndodhi rasti tragjik ku humbi jetën një 34 vjeçar. Ndërkohë që gjatë ditës së sotme, prej kur kemi ardhur këtu në Prizren, kemi parë që kjo zonë është rrethuar me qiritat e inspektoratit të punës dhe aktualisht nuk është duke u zhvilluar puna nga ana e punonjësve të ndërtimtarisë. Studio. Florieta, të falenderoj shumë për gjitha këto detaje që dhe nga Prizreni, një rast tjetër i rënd ky dhe uroj të jetë i fundit dhe të mos raportohet më për rastet e tilla, duke qenë se ka qenë i madh numri i vdekjeve në vendin e punës gjatë këtij viti, sipas raporteve të fundit, vetëm nga janari deri në këtë moment që po flasim janë 26 vdekje të punëtorëve në vendin e punës dhe sigurisht uroj që të mos raportojmë për raste të tilla. Nga kjo do të kalojmë në të